Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Çmimi i naftës u rrit me më shumë se 5%, ndërsa bursat botërore dhe tregjet e obligacioneve përsuan rënje pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se marrëveshja me Iranin për t'i dhënë fund konfliktit në Gjirin Persik ka marrë fund. Investitorët u larguan nga asetet me rrezik, duke shtuar frikën për një përshkallëzim të ri të tensioneve dhe rritje të inflacionit. Tregjet financiare globale janë përfshirë në luhatje të forta pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se memorandumi i mirëkuptimit me Iranin për përfundimin e konfliktit në Gjirin Persik nuk është më në fuqi. Deklarata u bën në Ankara, pak para nisjes së samitit të NATO-s, ku Trump tha se nuk dëshiron më të angazhohet me Teheranin, duke e cilësuar çdo përpjekje për dialog si humbje kohe. Reagimi i tregjeve ishte i menjëhershëm. Çmimi i naftës Brent u rrit me më shumë se 5%, duke arritur në rreth $78 për fuqi. Edhe pse mbetet larg nivelit mbi $120 të regjistruar në kulmin e luftimeve, rritja ka rikthyer shqetësimet për presionet e reja inflacioniste në ekonominë globale. Ndërkohë, investitorët u tërhoqën nga asetet me rrezik. Bursat evropiane shënuan rënien më të madhe ditore që nga mesi i muajit mars, ndërsa edhe kontratat paraprake në Wall Street treguan hapje me humbje. Në të njëjtën kohë, u rritën edhe normat e interesit të obligacioneve 10 vjeçare të thesarit amerikan, duke arritur nivelin më të lartë të një muaji. Pasiguria në tregje ishte shtuar edhe më herët, pas shkëmbimit të sulmeve mes forcave amerikane dhe iraniane në rajonin e Gjirit Persik. Analistët paralajmërojnë se çdo përshkallëzim i mëtejshëm i tensioneve mund të ndikojë jo vetëm në çmimet e energjisë, por edhe në inflacion, normat e interesit dhe ritmin e rritjes ekonomike globale. Në javët e fundit, tregjet kishin qenë tashmë nën presion për shkak të shqetësimeve mbi vlerësimet e larta të aksioneve në sektorin e teknologjisë, veçanërisht të kompanive të inteligjencës artificiale dhe prodhuesve të gjysmëpërçuesve. Deklaratat e fundit të Trump kanë shtuar edhe më tej pasigurinë në ekonominë botërore. Sulmet e Ukrainës në rafinerive ruse kanë shkaktuar mungesa karburanti dhe rritje të çmimeve në të gjithë Rusinë. Si pasojë, gjithnjë e më shumë drejtues automjetesh po i përshtatin makinat e tyre për të funksionuar me gaz të lëngshëm si alternativë më të lirë dhe më të disponueshme. Pas sulmeve të vazhdueshme të Ukrainës në infrastrukturës energjetike ruse, Rusia po përballet me mungesat të karburantit dhe rritje të ndjeshme të çmimeve të benzinës. Në shumë qytete janë krijuar rrafë të gjata në pikat e furnizimit, ndërsa gjithnjë e më shumë qytetar po zgjedhin të përshtatin automjetet e tyre për të funksionuar me gaz të lëngshëm, i njohur si LPG. Punishtet që kryen këto modifikime raportojnë një rritje të paprecedent të kërkesës. Menaxheri i një kompanie që instalon sisteme me gaz deklaron se rezervimet janë plot deri në muaj shtator. Sipas tij, nëse më parë kryheshin rreth 3 instalime në ditë, tani realizohen 5 deri në 7. Ndërsa stafi punon pothuajse pa ndërprerje për të përballur fluksin. Edhe drejtuesit e automjeteve thonë se kalimi në LPG është bërë një domosdoshmëri, pasi gazi është më i lirë dhe më i lehtë për të siguruar se sa benzina. Rusia është prej vitesh një nga vendet me përdorimin më të madh të gazit të lëngshëm si karburant për automjetet. Sipas të dhënave zyrtare, më shumë se gjysma e konsumit të LPG-s në vend përdoret pikërisht për transportin rrugor. Ndërkohë, situata pritet të përkeqësohet edhe më tej. Burimet e industrisë raportuan se rafineria më e madhe e naftës në Rusi, ajo e Omskut, ka ndërprerë aktivitetin pas një sulmi me dron të kryer nga Ukraina. Ky zhvillim rrezikon të thellojë mungesën e karburantit në të gjithë vendin, ndërsa autoritetet ruse kanë vendosur tashmë kufizime për sasinë e benzinës dhe naftës që mund të blejnë drejtuesit e automjeteve. Sulmet në rafinerive janë pjesë e strategjisë së Ukrainës për të goditur sektorin energjetik rus, i cili konsiderohet një burim kyç financimi për operacionet ushtarake të Moskës. Ndërkohë, pasojat e kësaj lufte po ndihen gjithnjë e më shumë edhe nga qytetarët rusë në jetën e tyre të përditshme. Banorët e Kievit po përballen me dilemën nëse duhet të largohen nga kryeqyteti pas sulmeve të fundit ruse me raketa dhe dron, që lanë të paktën 28 viktima. Shumë prej tyre thonë se alarmet të vazhdueshme dhe strehimet e shpeshta po dëmtojnë rënd shëndetit fizik dhe psikologjik. Pas sulmeve të fundit vdekjeprurëse ruse, gjithnjë e më shumë banor të Kievit po pyesin veten nëse mund të vazhdojnë të jetojnë në kryeqytetin Ukrainas.
Një breshëri raketash dhe dronësh goditi qytetin dhe zonat përreth, duke shkaktuar të paktën 28 viktima dhe dëme të mëdha në ndërtesa banimi. Pra një pallati të shkatërruar, banorët rrëfejnë se jeta është kthyer në një betejë të përditshme me frikën. Anastasia Rybak thotë se largimi nga vendi nuk është një zgjedhje për të, pavarësisht rrezikut të vazhdueshëm. Sipas saj, çdo ditë është si të luash rulet ruse, pasi askush nuk e di se ku do të bjerë raketa e radhës. Edhe Roman Staroshtin, një tjetër banor i Kievit, tregon se alarmet të vazhdueshme dhe veprimi drejt strehimoreve po ndikojnë rënd në shëndetin e njerëzve. Ai thotë se shumë persona vuajnë nga mungesa e gjumit, tensioni i lartë, problemet me sheqerin e gjak dhe stresi i vazhdueshëm. Megjithse mendon të zhvendoset në një fshat jashtë Kievit, ai shprehet se puna nuk lejon të largohet nga kryeqyteti. Ndërkohë, ushtria ukrainase pranoi se gjatë sulmit të fundit nuk arriti të ndalonte asnjërin nga 23 raketat ballistike të lëshuara nga Rusia. Sipas autoriteteve ushtarake, kjo lidhet edhe me pakësimin e rezervave të raketave interceptuese të sistemit amerikan Patriot, të cilat kanë qenë thelbësore për mbrojtjen ajrore të Ukrainës. Sulmet e fundit tregojnë se kërcënimi ndaj Kievit mbetet i lartë, ndërsa mijëra banorë vazhdojnë të jetojnë mes pasigurisë, duke u përballur çdo ditë me zgjedhjen e vështirë mes qëndrimit në shtëpitë e tyre dhe largimit nga qyteti. Prokurorët në Utah kanë publikuar pamje që sipas tyre tregojnë të dyshuarin Tyler Robinson, duke marrë pozicion si sniper pak çaste para vrasjes së aktivistit konservator Charlie Kirk. 23 vjeçari akuzohet për vrasje të rënd dhe përballet me mundësinë e dënimit me vdekje. Pamjet e reja janë bërë publike në gjykat lidhur me vrasjen e aktivistit konservator amerikan Charlie Kirk, një nga ngjarjet që tërnditi politikën amerikane vitin e kaluar. Gjatë seancës paraprake në shtetin e Utah, prokurorët paraqitën një video e cila sipas hetuesve tregon 23 vjeçarin Tyler Robinson duke u ngjitur në çatinë e një ndërtese universitare dhe duke marrë pozicion si sniper pak para të shtënave. Hetuesi, David Hall, deklaroi para gjykatës se pamjet janë marrë nga kamerat e sigurisë së Universitetit Utah Valley dhe se ato tregojnë lëvizjet e Robinsonit në kampus në datat 11 dhe 10 shtator 2025. Sipas dëshmisë së tij, në momentin kur u qellua Charlie Kirk, personi i identifikuar si Robinson ngrihet nga pozicioni ku ndodhej, lëviz përgjatë çatisë dhe më pas hidhet në tokë për të larguar nga zona. Prokuroria po përpiqet të bindë gjykatën që çështjat e kalojnë në proces të plot gjyqësor. Robinson përballet me 7 akuza penale, përfshirë vrasje të rënd, ndërsa prokurorët kanë bërë të ditur se do të kërkojnë dënimin me vdekje. Charlie Kirk, bashkëthemeluesi i organizatës konservatore Turning Point USA, u vra më 10 shtator 2025, gjatë një debati universitar në Utah Valley University, ku ishin mbledhur mijëra pjesëmarrës. Sipas hetimeve, Robinson kishte pasur kontakte me përfaqësues të organizatës në kampus pak para sulmit, ndërsa prokuroria pretendon se ai qelloi vetëm një herë, por plumbi rezultoi fatal për aktivistin. Seanca paraprake pritet të zjasë gjatë gjithë javës dhe konsiderohet prova e parë publike e materialeve që mbështesin akuzat e të dyshuarit. Çështja ka rikthyer në qendër të debatit shqetësimet për rritjen e dhunës politike në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Grenlanda duhet të kontrollohet nga Shtetet e Bashkuara dhe jo nga Danimarka, duke e lidhur ishullin me interesat strategjike të sigurisë. Deklarata u bë gjatë samitit të NATO-s në Turqi dhe pritet të nxjisë reagime të forta nga Kopenhaga dhe aleatë evropian. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka rikthyer në qendër të debatit çështjen e Grenlandës, duke deklaruar se ishulli duhet të jetë në kontrollin e Washingtonit dhe jo të Danimarkës. Deklarata u bë gjatë një takimi me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në kuadër të samitit të NATO-s që po zhvillohet në Ankara. Trump argumentoi se Grenlanda ka rëndësi të madhe strategjike për Shtetet e Bashkuara, ndërsa akuzoi Danimarkën se nuk investon mjaftueshëm për zhvillimin e territorit autonom. Sipas tij, zona po përballet me një prani në rritje të anijeve kineze dhe ruse, çka, sipas presidentit amerikan, përbën një rrezik për sigurinë e SBA-s. Trump shtoi se Washingtoni ka shpenzuar miliarda dollar për mbrojtjen e aleatëve evropian dhe nga kërcënimi rus, dhe paralajmëroi se, nëse partnerët nuk bashkëpunojnë, Shtetet e Bashkuara mund të rishikojnë praninë e tyre ushtarake në Europë. Ai deklaroi se SBA-ja madje mund të tërheqë trupat amerikane nga kontinenti evropian, duke e lidhur këtë me barrën financiare që sipas tij ban Washingtoni për sigurinë e aleatëve.
Kjo nuk është hera e parë që Donald Trump shpreh interes për Grenlandën. Edhe gjatë mandatit të tij të parë, ai kishte propozuar blerjen e ishullit, një ide që u refuzua më njëherë nga Danimarka dhe autoritetet grenlandeze. Deklaratat e fundit pritet të shkaktojnë reagime të reja diplomatike, pasi Grenlanda mbetet një territor autonom në sovranitetin e Danimarkës dhe konsiderohet një zonë me rëndësi të madhe strategjike për Arktikun, për shkak të pozicionit gjeografik dhe burimeve të saj natyrore. Një gjykatë franceze dënoi liderin e së djathtës ekstreme Marine Le Pen me 1 vit burg që mund ta vuajë me byzylyk elektronik, duke i lënë të hapur mundësinë për të kandiduar në zgjedhjet presidenciale. Vendimi e vendos Le Pen përballë një zgjedhjeje të vështirë politike, pasi ajo kishte deklaruar më herët se nuk do të kandidonte duke mbajtur byzylyk elektronik. Një vendim i rëndësishëm i drejtësisë franceze ka rikthyer në qendër të vëmendjes të ardhmen politike të lideres së djathtës ekstreme Marine Le Pen. Gjykata e dënoi Le Pen në çështje për korrupsion me 3 vite burg, nga të cilat 2 janë me kusht, ndërsa 1 vit duhet të thuhet në mbikëqyrje me byzylyk elektronik. Megjithatë, gjyqtarët vendosin që ndalimi për kandidim në zgjedhje të konsiderohet pothuajse i përfunduar. Si rezultat, Le Pen nuk është më e përjashtuar nga gara dhe ligjërisht mund të kandidojë në zgjedhjet presidenciale. Vendimi i lë asaj një zgjedhje të vështirë, të hyjë në garë duke mbajtur byzylyk elektronik ose të heqë dorë nga kandidimi. Vet Le Pen kishte deklaruar më herët se nuk do të kandidonte për presidente nëse do të detyrohej të mbante një pajisje të tillë. Sipas analistit politik të Reuters, Michel Rose, gjykata ka synuar të shmang akuzat se po ndërhyjnë në procesin demokratik francez. Në këtë mënyrë, gjyqtarët shpallën fajësinë e saj, por ja lanë vetë në dorë vendimin nëse do të vazhdojë garën për presidencën. Çështja kishte tërhequr vëmendje edhe jashtë Francës. Presidenti amerikan Donald Trump dhe figurat të tjera kishin kritikuar më herët drejtësinë franceze, duke pretenduar se një ndalim kandidimi mund të ndikonte në zgjedhjet presidenciale. Marine Le Pen pritet të ndalë në një intervistë televizive në orarin kryesor të mbrëmjes, ku pritet të bëjë ditur vendimin për të ardhmen e saj politike. Deklarata e saj pritet me interes të madh, pasi mund të përcaktojë drejtimin e së djathtës ekstreme franceze në prag të zgjedhjeve presidenciale. Princi Harry mbërriti në Britani për të promovuar lojrat Invictus 2027 në Birmingham, duke theksuar mbështetjen për veteranët e plagosur. Vizita vjen më njëherë pasi ai humbi një proces të rëndësishëm gjyqësor kundër botuesit të gazetës Daily Mail. Princi Harry është rikthyer në Mbretërinë e Bashkuar për të promovuar lojrat Invictus, aktivitetin sportiv që ai themeloi për veteranët e plagosur dhe të lënduar gjatë shërbimit ushtarak. Gjatë një aktiviteti në Londër, Duka i Sussexit tha se ata që kanë shërbyer vendin e tyre meritojnë më shumë se sa mirënjohje. Sipas tij, veteranët duhet të kenë mundësi për të rindërtuar jetën, për të gjetur një qëllim të ri dhe për të ndjerë respektin e shoqërisë edhe pas përfundimit të karrierës ushtarake. Lojrat Invictus të vitit të ardhshëm do të zhvillohen në Birmingham dhe pritet të mbledhin pjesëmarrës nga shumë vende të botës. Megjithatë, vizita e princit po zhvillohet në një moment të vështirë për të. Po këtë javë, gjykata e lartë britanike vendosi kundër Harryt dhe disa figurave të tjera publike që kishin akuzuar botuesin e Daily Mail për sjellje të paligjshme dhe shkelje të privatësisë. Princi ka zhvilluar prej vitesh betejë ligjore me median britanike, duke akuzuar atë për abuzim me pushtetin dhe për ndërhyrje të vazhdueshme në jetën e tij private. Harry ka thënë shpesh se e konsideron luftën kundër disa mediave si një detyrim politik, ndërsa ka lidhur presionin mediatik edhe me tragjedinë që i mori jetën nënës së tij, princeshës Diana, në aksidentin e Parisit në vitin 1997. Ndërkohë, Meghan Markle dhe 2 fëmijët e çiftit nuk do ta shoqërojnë në Londër. Sipas mediave britanike, planet e udhëtimit u anuluan pasi kërkesa për mbrojtje policore nuk u miratua. Pavarësisht aktiviteteve bamirëse që pritet të zhvillojë gjatë vizitës, vëmendja publike mbetet e përqendruar te humbja e tij në gjykatë, e konsideruar një nga disfatat më të rëndësishme në betejën e gjatë të princit me shtypin britanik. Irani njoftoi se ka goditur objektiva ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuvajt, në përgjigje të sulmeve ajrore të SBA-s në infrastrukturës ushtarake iraniane. Përshkallëzimi i ri i konfliktit ka rritur tensionet në gjerin Persik dhe ka shtyrë sërish në rritje çmimet e naftës.
Tensionet mes Shtetet e Bashkuara dhe Iranit janë përshkallëzuar sërish, duke ngritur frikën për një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme. Garda revolucionare iraniane deklaroi se ka goditur objekte ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuvajt, si kundërpërgjigje ndaj sulmeve ajrore që SBA kreu një ditë më parë mbi territorin iranian. Nga ana tjetër, Komanda Qendrore e Ushtrisë Amerikane bëri të ditur se sulmet kishin në shënjestër sistemet iraniane të mbrojtjes ajrore, radarët e vëzhgimit bregdetar, raketat tok-ajër, raketat kundër anijeve dhe bazat e lëshimit të dronëve. Pamjet e verifikuara tregojnë çtollu nga tymi mbi portin e Bandar Abbasit, ku shpërtimet shkaktuan zjarr pas bombardimeve amerikane. Përplasja vjen pasi SBA ndërmori sulme të reja kundër Iranit dhe rivendosi sanksione ndaj eksporteve iraniane të naftës në përgjigje të sulmeve ndaj anijeve tregtare pranë ngushticës së Hormuzit. Një nga incidentet më të rënda ishte goditja e cisternës së gazit të lëngshëm Al Rekayat. Katari fajsoi Iranin për sulmin, ndërsa Teherani mohoi përgjegjësinë dhe i quajti akuzat të pakumtimta. Të dyja palët tashmë akuzojnë njëra tjetrën për shkeljen e arpushimit të arritur vetëm pak javë më parë. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Washingtoni ende preferon një marrëveshje me Iranin, por paralajmëroi se opsioni ushtarak mbetet në tryezë. Ndërkohë, përshkallëzimi i konfliktit po ndikon edhe në tregjet ndërkombëtare. Çmimet e naftës janë rritur sërish, ndërsa analistët paralajmërojnë se çdo ndërprerje e lundrimit në ngushticën e Hormuzit mund të ketë pasoja të rënda për ekonominë globale. Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë, pasi përmes saj kalon rreth 1/5 e furnizimit global me naftë dhe gaz. Çdo përshkallëzim i mëtejshëm në këtë zonë rrezikon të ketë pasoja të gjëra ekonomike dhe gjeopolitike. Liderët e NATO-s shpallën në Turqi marrëveshje ushtarake me vlerë 10 miliardë dollar, duke premtuar rritje të investimeve në mbrojtje. Gjatë samitit, presidenti amerikan Donald Trump përsëriti kërkesën që Grenlanda të vihet në kontrollin e SBA-s, duke shkaktuar reagimin e Danimarkës. Liderët e vendeve të NATO-s kanë shpallur një seri marrëveshjesh ushtarake me vlerë 10 miliardë dollar gjatë samitit të zhvilluar në Ankara të Turqisë. Mesazhi i aleancës ishte i qartë. Evropa do të investojë më shumë në mbrojtje, duke ju përgjigjur kërkesave të vazhdueshme të presidentit amerikan Donald Trump për ndarjen e barrës së sigurisë. Një nga marrëveshjet më të mëdha parashikon blerjen e avionëve të ri të paralajmërimit të hershëm nga kompania suedeze Saab, me një vlerë për rreth 4.5 miliardë dollarësh. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, bëri thirrje për një revolucion në industrinë e mbrojtjes, duke theksuar se aleanca duhet të forcojë kapacitetet përballë kërcënimeve nga Rusia dhe Kina. Ai njoftoi gjithashtu krijimin e një projekti shumëkombësh për avionët transportues Airbus A400M, me synimin për të rritur aftësitë strategjike të NATO-s. Ndërkohë, vendet të tjera anëtare prezantuan plane të rëndësishme armatimi. 12 shtete evropiane do të investojnë rreth 50 miliardë dollar me armë rreze të gjatë, veprimi, ndërsa Kanadaja njoftoi blerjen e deri në 12 nëndecësve nga një prodhues gjerman. Megjithatë, pavarësisht këtyre angazhimeve, Donald Trump u shpreh se mbetet i zhgënjur me aleatët evropian, të cilët sipas tij nuk kanë bërë mjaftueshëm për të mbështetur veprimet ushtarake amerikane dhe izraelite kundër Iranit. Gjatë samitit, Trump riktheu edhe një herë kërkesën që Grenlanda të vihet në kontrollin e Shteteve të Bashkuara, duke argumentuar se ishulli ka rëndësi strategjike për sigurinë amerikane. Deklarata u kundërshtua menjëherë nga kryeministrja daneze Mette Frederiksen, e cila theksoi se pret që aleatët e NATO-s të respektojnë sovranitetin e Danimarkës mbi Grenlandën. Samiti në Ankara zhvillohet në një kohë tensionesh të larta ndërkombëtare, me luftën në Ukrainë, krizën në lindjen e mesme dhe rivalitetin me Kinën që vazhdojnë të dominojnë agjendën e sigurisë globale. Kjo është gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.